Ndonjëherë jeta të mëson se dashuria nuk njeh moshë, dhe lumturia mund të vijë në momentet kur mendon se gjithçka ka mbaruar. Kur humba gruan time, u betova se nuk do të ndjeja më kurrë dritë në zemër. Ishim bashkë për më shumë se 40 vite, dhe pas vdekjes së saj, shtëpia ime u bë një hapësirë e ftohtë. Pa zë, pa erë kafe në mëngjes dhe pa të buzëqeshjen e qetë që më shoqëronte çdo ditë. Më dukej sikur bota kishte ndaluar së rrotulluari, e unë mbeta aty në heshtjen time, me kujtimet si shok të vetëm. Quhem Petrit, 69 vjeç, dikur mësues historie në një shkollë të vogël të lagjes son. Gruaja ime, Liria, ishte gjithçka që kisha. Kishim kaluar bashkë kohë të vështira, por edhe vite të ardhur që do t'i kujtoj për jetë. Kur sëmundja e mori, ajo nuk u ankua kurrë. Mos u trishto, Petrit, më thoshte, jeta jon ka qenë e bukur. Do të jemi sërish bashkë një ditë, por ti tani duhet të jetosh. Nuk i dhash rëndësia asaj fjalie në atë kohë. Nuk e kuptova sa shumë do të më mungonte, dhe sa e gjatë do të ishte nata pa të. Pas varrimit, ditët filluan të shuheshin njëra pas tjetrës, të gjitha të ngjashme, të gjitha pa ngjyrë. Zgjohesha në mëngjes vetëm për të parë nga dritarja e dhomës, përballë shtëpisë sime. Ishte një ndërtesë e vjetër, me dritare që gjithmonë mbanin perde të bardha. Aty shpesh shihja një grua të ulur në balkon, me flok gri dhe sy të qetë. Nuk e njihja, por sytë e saj kishin një lloj dhimbjeje të ngjashme me timen. Ndoshta për këtë arsye, shikimet tona u takuan shpesh, pa fjalë. Quhej Nora. E mora vesh rastësisht, kur një ditë postieri gabimisht më solli një letër që i përkiste asaj. Isha i detyruar ta çoja vetë përballë. Ishte hera e parë që flisnim. E humbi postieri adresën time, duket, më tha ajo me një buzëqeshje të lehtë, ndërsa më ftoi ta pinim një kafe në verandën e saj të vogël. Kështu filloi gjithçka. Një kafe e thjesht në një mëngjes të zakonshëm. Nora ishte 62 vjeç. Kishte jetuar vetëm për më shumë se një dekadë. Pasi burri i saj kishte ndëruar jetë në një aksident automobilistik. Kishte 2 djemë që jetonin jashtë shtetit, dhe jetën e saj e mbushte me kujdesin për kopshtin e vogël, librat dhe radioja që dëgjonte çdo mbrëmje. Ishte një grua e butë, me një qetësi që të fuste siguri. Nuk e dija pse, por që në takimin e parë ndjeva se diçka më ndryshonte brenda. Ditët që pasuan, nisëm të flisnim çdo mëngjes, fillimisht rastësisht, pastaj me qëllim. Një përshëndetje nga balkoni, një fjalë mirë, një si e sot, Petrit. Me kalimin e javëve, shtëpia ime nuk më dukej më aq e boshatisur. Fillova ta dëgjoja zërin e saj si një melodi që më ngrohte shpirtin. Një pasdite, ajo më ftoi për drek. Kishte gatuar supë me perime dhe byrek me djath. Ishte aroma e thjeshtë që më kujtoi lirin, dhe për një çast ndjeva faj. Si mund të ulesha në një tryez tjetër, të qeshja me një grua tjetër, kur zemra ime ende mbante hije të gruas sime të ndjer? Por Nora nuk më gjykoi. Kur pa në sytë e mi hezitimin, më tha butë: Petrit, dashuria nuk vdes me trupin. Ajo mbetet brenda nesh. Por edhe ne kemi të drejtë të jetojmë. Të duam prap, në mënyrën tonë. Fjalët e saj më preknin më shumë se çdo gjë tjetër. Ishte sikur ajo e dinte çfarë ndjeja, sikur kishte kaluar të njëjtën humbje. Dhe ashtu ishte. Edhe ajo kishte përjetuar boshllëkun, ftohtësinë e shtëpisë bosh, mbrëmjet e gjata pa zë. Më tregoi për netët kur qëndronte zgjuar duke parë fotot e burrit të saj. Për mënyrën si ndjente faj sa herë që ndjente se po buzëqeshte përsëri. Ishim 2 shpirt të thyer që po mësonin të ecim përsëri. Pas disa javësh u bëm të pandar. Nuk kishte ndodhur asgjë jashtëzakonshme mes nesh, por lidhja jon rritej çdo ditë, me ngrohtësi, me përkujdesje, me fjalë të pakta por të thella. Shëtisnim shpesh në parkun e lagjes, ndonjëherë në heshtje, ndonjëherë duke kujtuar jetët që kishim lënë pas. Dhe në ato momente kuptova se dashuria e vërtet nuk është gjithmonë flak. Ndonjëherë është zjarri i qetë që digjet butë por të ngron nga brenda. Një natë dimri, ndërsa Bora binte jashtë, Nora më tha se do të donte të më ftonte për darkë. E pranova, edhe pse brenda ndihesha ende i pasigurt. Ajo kishte ndezur qirinj, kishte gatuar peshk dhe patate të pjekura, dhe në sfond dëgjohej një këngë vjetër franceze. Nuk kisha ndier një ngrohtësi të tillë për vite. Ajo më vështroi në sy dhe më tha: ndoshta nuk jemi më të rinj, Petrit, por kemi ende zemër. Dhe zemra nuk pyet për moshë. Nuk di pse, por ato fjalë më thyen çdo mur që kisha ndërtuar. I mora dorën dhe ndjeva si një rrymë e butë shprese më përshkoi trupin. Për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeva gjallëri. Ditët që pasuan, filluam të ndanim gjithçka. Unë i sillja mëngjesin në balkon,
ajo më sillte darkën. Lexonim libra bashk, shikonim filma të vjetër, dhe ndonjëherë vetëm qëndronim në heshtje duke parë nga rruga. Jeta filloi të merrte ngjyrë, por si çdo fillim, edhe ky kishte frikën e tij. Djemtë e mi, kur morëm vesh se po e kaloja kohën me një grua, u çuditëm. Baba, ti je gati 70 vjeç, ç'është kjo punë? Më tha djali i madh. Ne nuk duam që dikush të përfitojë nga ti. Më dhembën ato fjalë. Ndoshta e kuptoja shqetësimin e tyre, por nuk mund të shpjegoja se nuk bëhej fjalë për përfitim. Bëhej fjalë për shpëtim. Nora më kishte shpëtuar nga vetmia, më kishte kthyer frymën e jetës. Kur u përpoqa t'ua shpjegoja, vetëm ngritën supet. Ti e di më mirë, baba, më than, por e ndjeva që nuk më besonin plotësisht. Nora nga ana e saj nuk u ndikua. Mos u shqetëso, Petrit, më tha. Fëmijët ndonjëherë kanë frikë të na shohin të lumtur pas humbjes, por me kohën do të kuptojnë. Dhe kishte të drejtë. Me kalimin e muajve, djemtë mi filluan të shihnin ndryshimin tek unë. Nuk isha më i heshtur, nuk isha më i mbyllur në kujtime. Kishin filluar ta pranonin Norën si pjesë të jetës sime. Një pasdite pranvere, teksa qëndronim në verandën e saj, ajo më tha diçka që më mbeti në mendje. E sheh, Petrit, ndonjëherë Zoti nuk na jep një jetë të dytë, por një arsye të re për të jetuar. Ajo ishte arsyeja ime. Në atë moment, ndërsa dielli perëndonte ngadalë dhe rrezet e fundit ndriçonin fytyrën e saj, e kuptova se jeta nuk më kishte braktisur, më kishte testuar. Dhe unë, pas shumë vitesh dhimbjeje, po mësoja të dashuroja sërish. Pranvera solli një frymë të re në jetën time. Ishte si një rilindje ngadalt që ndodhte pa e kuptuar. Çdo mëngjes zgjohesha me një ndjenjë gëzimi të qetë, me dëshirën për të parë Norën, për të ndarë një shaka, një filxhan kafeje, apo një shëtitje të thjesht në park. Nuk isha më njeriu që qëndronte në errësirë, duke numëruar orët e vetmisë. Ishte si të kisha marrë frymë për herë të parë pas një kohe shumë të gjatë. Por, si çdo gjë e bukur, edhe kjo lumturi duhej të kalonte përmes provave të saj. Një pasdite, ndërsa pinim çaj në verandën e saj, Nora më tha me një zë të qetë: Petrit, ka diçka që dua të të tregoj, para se të bëjmë një hap më tej. E pash në sy dhe ndjeva se po fliste me ndershmëri. Unë nuk jam gjithmonë aq e fortë sa dua të dukem. Kam pasur një periudhë të vështirë pas vdekjes së bashkëshortit tim. Kam vuajtur nga depresioni për vite. Ndonjëherë ende më kthehet ajo ndjesi boshllëku. E dëgjova me vëmendje. Ishte një rrëfim i ndershëm dhe për çudi nuk më trembi. Përkundrazi ndjeva afërsi edhe më të madhe. I mora dorën dhe i thash: Nora, unë jam plakur me kujtimet e mia, ti me plagët e tua. Por ndoshta bashk mund të jemi ilaçi që secili prej nesh ka kërkuar. Ajo qeshi lehtë. Ishte ajo buzëqeshje që më kujtonte se dashuria e vërtet nuk është një zjarr i ri, por një ngrohtësi që të mban gjallë. Në muaj që pasuan, lidhja jonë u forcua. Nisëm të kujdeseshim për njëri tjetrin në mënyra të thjeshta. Unë shkoja çdo mëngjes te ajo me bukë të ngrohtë dhe gazetën, ndërsa ajo më sillte darkë me gatime që më kujtonin lirinë, por me shijen e saj të veçantë. Një mbrëmje vere, ndërsa po shëtisnim buzë lumit, ajo më tha: Petrit, a ke menduar ndonjëherë të mos jetojmë më përballë, por bashk? E pash për disa sekonda pa folur. Pyetja e saj më befasoi, por edhe më emocionoi. Po, i thash më në fund, por nuk dija si ta thoja. U qeshëm të dy. Ishte një vendim që erdhi natyrshëm, pa bujë, pa fjalë të mëdha. Thjesht dy njerëz që donin të mos ndanin më ditët. Pas pak javësh, ajo erdhi të jetonte në shtëpinë time. Djemtë e mi në fillim u çuditën. Njëri prej tyre më telefonoi. Baba, ti je i sigurt për këtë? Jam, i thash. Nuk është çështje sigurie, është çështje jete. Me kohën, ata e pan ndryshimin tek unë. Nuk isha më i lodhur, nuk flisja më për dhimbje, por për plane të vogla, për kopshtin, për receta që gatuanim bashk. Dhe kur erdhëm për vizitë, u mrekulluan me qetësinë që kishte shtëpia. Nora i priti me buzëqeshje, me ëmbëlsirat e saj të preferuara. Në fund më than: Baba, e kuptojmë tani. Ajo të bën mirë. Ishte hera e parë pas shumë vitesh që ndjeva një paqe të plotë. Në netët e gjata, kur ndonjë kujtim i lirisë më dilte para syve, Nora nuk më mërzitej. Thjesht më mbante dorën dhe më thoshte: Mos harro, dashuria për të nuk të ndalon të më duash mua. Zemra është e madhe, Petrit. Ka vend për kujtime dhe për fillime. E kisha kuptuar më në fund. Dashuria nuk është zëvendësim, është vazhdim.
Ajo nuk e zhbën të kaluarën, por e mbart me kujdes, e kthen në urtësi, në ngrohtësi, në mirënjohje. Një ditë vjeshte, ndërsa gjethet binin si petale të arta. Ulëm në verandë me filxhanët tanë të çajit dhe ajo më tha: "A mendon ndonjëherë si do të ishte jeta jonë nëse do të ishim njohur më herët? Ndoshta do të kishim qenë bashkë shumë më parë", i thash. "Por ndoshta nuk do të ishim gati për njëri tjetrin. Mendoj se jeta na kurseu për tani, kur kishim më shumë nevojë për dashuri të qetë, jo për pasion të çmendur." Ajo buzëqeshi dhe më puthi në faqe. Ishte një puthje e butë, e ngrohtë, që mbante brenda një jetë të tërë përvoje, humbjesh e tani një ndjenjë të re. Nora solli jetë në shtëpi në mënyrën më të bukur të mundshme. Mbolli lule në balkon, rregulloi kuzhinën, vendosi korniza me foto nga momentet tona. Çdo gjë u mbush me ngjyra. E shihja çdo ditë tek ndizej me gëzim për gjërat më të vogla. Dhe e dija që isha me njeriun e duhur. Në mbrëmje lexonim libra bashk. Ajo kishte zërin e butë dhe kur lexonte, më dukej sikur më tregonte një përrall për të rritur. Ndonjëherë ndalesha ta shihja dhe mendoja me vete: si kam pasur kaq fat që në këtë moshë të ndjej diçka kaq të vërtetë. Një ditë mora guximin dhe i propozova: "Nora, e di që nuk kemi më nevojë për letra, për ceremoni, por dua të të quaj grua. Dua ta di që çdo mëngjes, çdo mbrëmje, jemi bashkë për sa kohë të kemi frym." Ajo u përlot. "Petrit, unë mendova se këto gjëra ndodhnin vetëm në filma", më tha. "Por ja ku jemi. U martuam thjesht, vetëm me familjen dhe disa miq të afërt. Në oborin e vogël, nën hijen e një mani të vjetër." Ajo kishte veshur një fustan të bardhë të lehtë, dhe unë këmishën time të preferuar blu. Nuk kishte muzikë të madhe, as vallëzime të gjata, por kishte diçka më të vlefshme, paqe. Kur prifti tha derisa vdekja t'ju ndaj, ajo më shtrëngoi dorën fort dhe më pëshpëriti. "Këtë herë dua ta jetoj çdo ditë sikur të ishte e para." Dhe ashtu bëri. Vitet kaluan ngadalë, me butësi. Shëndeti her pas here na lodhte, por dashuria jo mbeti e fortë. Kishim mësuar të kujdeseshim për njëri tjetrin në mënyra që vetëm njerëzit e rritur e dinë. Me durim, me përkushtim, me humor edhe në vështirësi. Në mëngjes ajo më zgjonte me aromën e kafes dhe më thoshte: "Zgjohu burr, jeta nuk pret." Në mbrëmje unë i lexoja ndonjë poezi dhe ajo më mbështeste kokën në supë. Ishte një qetësi që se kisha njohur kurrë në rini. Një lumturi e pjekur, e qetë, që të mbush pa e tronditur. Në moshën e tretë, ku shumë mendojnë se dashuria shuhet, ne e gjetëm më të plotë se kurrë. Nuk ishte më një ndjenjë që kërkonte zotërim, por një prani që të lejonte të ishe vetvetja. Dhe kjo ishte ndoshta forma më e bukur e dashurisë që mund të përjetonte njeriu. Koha kalonte më shpejt se dikur. Çdo stin dukej sikur zgjaste më pak, dhe çdo mëngjes ishte më i çmuar se ai i mëparshmi. Me Norën kishim krijuar një rutinë të thjeshtë, por të shenjtë. Kafen në verandë, shëtitjen e shkurtër në park, ushqimin që e përgatisnim bashk, dhe mbrëmjet me biseda që ndonjëherë zgjatnin deri natën vonë. Nuk kishim nevojë për shumë fjalë, mjaftonte një shikim, një prekje, një buzëqeshje. Unë tashmë kisha mbushur 74 vjeç. Ajo 67. Vitet e moshës nuk i fshihnim, përkundrazi, i pranonim si medalje që na kujtonin gjithçka që kishim kaluar për të arritur deri aty. Por një ditë, ndërsa po qeshnim për diçka të vogël, vura re që Nora u prek në kraharor dhe u zbe në fytyrë. "Mos u shqetëso", më tha, "vetëm pak lodhje." E dija që nuk ishte asgjë e vogël. Lodhja e saj po përsëritej shpesh, dhe ajo filloi të kishte vështirësi në frymëmarrje. Pas shumë këmbënguljesh, pranoi të shkonte tek mjeku. Atë ditë e mbaj mend si tani. Ishte një pasditë e ftohtë janari, dhe kur dolëm nga spitali, ajo e mbante dorën time më fort se zakonisht. Në sytë e saj kishte diçka që se kisha parë kurrë më parë. Një ndjenjë e qetë pranimi. "Petrit", më tha, "kam diçka në mushkëri. Nuk është e lehtë, por mjekët thanë se mund ta ngadalësojmë." Unë ndjeva si të më kishte rënë bota mbi supe. Mendova për çastin kur humba lirinë, për dhimbjen që kisha kaluar, dhe për tmerrin që ajo mund të përsëritej. Por Nora, si gjithmonë, ishte më e fortë se unë. Më pa në sy dhe më tha: "Mos qaj, të lutem. Ne nuk erdhëm në këtë jetë për ta zgjatur, por për ta jetuar bukur. Dhe unë dua ta jetoj çdo ditë që më mbetet me ty." Kështu filluam betejën tonë të qetë. Mjekime, vizita, dieta të kujdesshme. E unë, për herë të parë në jetë, u bëra kujdestar. I gatuaja supat e buta që i pëlqenin, i sillja trëndafila nga kopshti. I lexoja zëshëm kur s'kishte fuqi të mbante librin në duar.
Një mbrëmje, ndërsa Bora binte ngadalë jashtë, ajo më tha me zë të ulët. Petrit, kur unë të mos jem më, dua të më kujtosh me gëzim, jo me trishtim. Dua që të ndezësh një qirje të kujtosh se dikur, në një rrugë të qetë, dy njerëz të moshuar e gjetën dashurinë përsëri. Mos fol kështu, Nora, i thash me sytë e lagur. Ti je ajri im, pa ty s'ka mëngjes, s'ka kuptim. Ajo buzëqeshi. Jo, dashuria jon ka kuptim edhe për te nesh. Ajo do të jetoj të kujtimet, të fjalet që ke thënë, të gjërat e vogla që kemi ndarë. Gjatë muajve që pasuan, ajo u dobësua shumë, por nuk u ankua kur. Përkundrazi, përpiqej të më mbante me humor. Një ditë më tha, nuk më duket e drejtë që më përkëdhel çdo ditë. Mos u mërzit, se do të marrë në qaf nga përkëdhelja. Dhe qeshte. Ajo qeshte edhe kur e dinte se trupi po e tradhtonte, sepse shpirti i saj ishte i fortë. Në një nga netët e fundit, kur ishim ulur në verandë me një batanie mbi këmbë, ajo më kërkoi një nder. Kur të mos jem më, mos e mbaj shtëpinë bosh. Mbill një pemë për mua, këtu, përballë dritares. Dhe çdo pranverë, kur ajo të lulëzoj, do ta dish që jam aty. Nuk fola dot, vetëm e përqafova. E mbajta gjatë, sikur të doja ta ndaloja kohën. Në mëngjesin e 14 prillit, dielli ndriçonte ndryshe. Ishte një dritë e qetë, si ajo vetë. U zgjova herët për t'i bërë kafen, si gjithmonë, por ajo nuk u zgjua më. Qëndrova ulur pranë saj për orë të tëra. Nuk qava me një herë. Ishte sikur trupi im nuk e pranonte dot. Por kur erdhën djemt, e pash veten duke thënë me zë të qetë. Ajo më mësoi të jetoj përsëri. Tani më duhet ta mësoj të jetoj pa të. E varrosa nën hijen e një mani, në të njëjtin vend ku martuam. Vendosa aty një tabel të vogël që thoshte: këtu pushon një grua që ringjalli dashurinë. Pas disa muajsh, mbolla pemën që më kërkoi. Ishte një pemë qershie. Dhe çdo pranverë, kur ajo filloi të lulëzonte, ulej mbi të një zog i vogël i bardhë që vinte çdo mëngjes në të njëjtën orë. Ndoshta ishte rastësi, ndoshta jo. Por unë besoja që ajo ishte Nora, që vinte të më thoshte: jam këtu, Petrit. Mos u trishto. Tani jam 78 vjeç. Çdo mëngjes, ulem në verandën tonë, shikoj pemën dhe ndjej që nuk jam vetëm. Ajo është kudo. Në aromën e kafes, në tingullin e radios, në libra që lexojmë bashkë në heshtje. Në fillim, kur humba lirin, mendoja se jeta ime kishte mbaruar. Kur gjeta Norën, kuptova se jeta mund të dhuroj një fillim tjetër. Edhe kur mendon se nuk e më forca. Nuk e di sa kohë më ka mbetur, por di një gjë. Kur të vi momenti im, dua të më varrosim pranë saj, nën hijen e qershisë. Dhe ndoshta një ditë dy zëra do të dëgjohen nga ai vend. Dy të moshuar që flasin butë, duke kujtuar një dashuri që lindi përballë dy dritareve, në kohën kur asnjëri nuk e priste më. Një histori që tregon se dashuria nuk njeh mosh, nuk njeh fund. Ajo lind, shuhet dhe rilind aty ku ka zemra që besojnë ende.